Pak ditë pasi u dërguar për kurimet e specializuar në Itali, shefi i krimeve të matit Musa Skura nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të marra. Ai ka humbur jetën mbrëmjen e të hënës në spitalin e Foggias në Itali. Lajmi është konfirmuar nga familjarët, të cilët bën të ditur se Skura ndoroi jetë në orën 22:30 mbrëmjes. Skura u transferua një javë më parë në gjendje tepër të rëndë në spitalin Padre Pio për shkak të dëmtimit të 5 organeve dhe hemoragjisë së brendshme. Komisari Musa Skura u plagos mbrëmjen e 13 janarit gjatë një operacioni për arrestimin e anëtarëve të një bande kriminale. Në aksion e sipër, disa persona kanë shkëmbyer zjarr me efektivat blu. Përpasoj u plagos me një plumë në gjoks dhe 2 të tjerë në trup, 57 vjeçari Musa Skura. Gjithashtu mbeti i plagosur edhe njëri prej agresorëve, Fitim Alla. Ngjarja e rëndë ndodhi në rrugën nacionale Burrell Close, në afërsi të fshatit Suç të rrethit të matit. Ndërkohë autorët e ngjarjes janë kapur dhe ndodhen të gjithë në masën e sigurisë, arrest me burg pa afat.